Bismillah. 10 ditët e Dhulhijgjës, kohë e kthesës së rëndësishme. Pra jemi në këto ditë ku çdo e mirë që bën peshon më shumë se çdo gjë tjetër në peshorën e Allahut. Nuk ka rëndësi sa larg ishe gjatë ditëve që kanë kalu, ja pra jemi në 10 ditët që kemi fillu mëshirë nga Allahu. Si t'jetojmë këto dita? Një checklist shpirtërore për këto dita. Në një dhikri, mbaje gjuhën t'lagur me përmendjen e Allahut. Në 2, namazi. Ruaj i farzet, sikur të ishte namazi yt i fundit dhe shto nafilet. Në 3, agjerimi, sakrifiko pak, sidomos për ditën e Arafatit, fshin gjynat e 2 viteve. 4, sadakaja. Ndaje një pjesë saj që t'ka dhënë Allahu me ata që ata kanë nevojë. E 5, Kur'ani. Le t'jetë udhërrofyesi yt çdo ditë, qoftë edhe me pak ajete. E 6, teubeja. Kthehu tek Allahu me një pendim të sinqert derisa jemi gjallë, ka shpresë. E 7, kurbani. Mos e harro kurbanin. Një mundësi e madhe. E 8, mirësia, dhuro buzëqeshje, një fjalë të mirë, sillu me njerëzit siç ke dëshirë që Allahu të sillet me ty. Dhe e fundit, duaja. Lutu me zemër të thyme e me shpresë të madhe te Allahu. Ky është momenti. Dëgjoj këtë lutje pejgamberike. O Allah, ty po të lut për çdo të mirë, të afërt, e të lartë, atë që e di, atë që se di. E kërkoj mbrojtjen tënde prej çdo të keqe, të afërt e të lartë, atë që e di dhe atë që nuk e di. O Allah, po të lut për të mirën që të ka lyp robi dhe pejgamberi yt. E kërkoj mbrojtjen tënde prej të keqes, prej cilës ka kërku mbrojtje robi dhe pejgamberi yt Muhammed sallallahu alaihi wasallam. O Allah, po të lut për xhenetin dhe për çdo fjalë a punë që më afron te xheneti. E kërkoj mbrojtjen tënde prej xhenemit, prej çdo fjale e vepre që më afron tek ai. Dhe po të lut o Zot, që çdo caktim që e ke caktu për mu, me e bo hajër për mu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.